shumë pozitive, është një ditë ku ndikimet që kanë të bëjnë, ndikimet planetare, sepse lidhet shumë kjo datë, ku Marsi nga Virgjeresha, që formon një gjashtkëndësh me Jupiterin në Gafore, ky kënd është ideal për çdo gjë që kërkon energji, vetbesimin, guximin. Është një kënd që jep mundësi në lidhje me karrierën, marrëdhëniet me njëri tjetrin. Megjithatë, ky kënd është kaq pozitiv dhe kaq vërtetësi që jep, është një moment shumë i mirë dhe i mbar, nëse do nisemi diçka, sepse kjo ditë, si ditë diele, ka mundësi, ka rëndësi që jep në kohën e duhur. Por, megjithatë, nuk është se ka diçka për të shqetësuar, se janë diçka që nuk realizohen gjërat ku duam ne. Por, ka të lidhje me punën, ka lidhje me zgjidhjen e problemeve që keni pasur, një kënd i shkëlqyer në lidhje me punë të re, ose keni për të marrë, për të fituar një mosmarrëveshje ligjore. Prandaj kjo ditë e diel mund të bëni takime dhe të keni zgjidhje. Megjithatë, duhet të jeni të vetëdijshëm për kufijtë që kemi, atë që juve lejoni deri diku. Mos e teprojmë me sforcime të ndryshme, por ndikojnë pozitivisht. Dem, Akrep, Virgjeresh, Pesh, Bricap, Gafore, të dhjetë të parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Në të njëjtën ditë, dielli në Gafore, mbas orës 13, formon një katërkëndësh me Saturnin në Dash. Një kënd që në disa raste ka kompromise. Është një ditë për sa përket negociatave. Përveç nëse jemi ose kemi mundësinë të marrim përsipër përgjegjësitë afatgjatë. Shenjat impulsive, Dashi, Gaforia, Peshorja, Bricapi, të lindurit në dhjetëdijin e parë, e theksojnë të dhjetëdijit të parë, janë më të ndikuar, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo vete që në ora 13 deri në orën 17:30 duhet jeni të vetëdijshëm për atë që do të firmosni. Prandaj them që nëse nuk jeni të gatshëm, për shembull, që për një arsye apo për tjetrën, ku di unë, juve ndikoheni, bëni kujdes, sepse shumë gjëra mund të ndikojnë, shumë gjëra mund të keq interpretohen. Prandaj bëni kujdes në këtë ditë fund jave.